plotësuan besimin të ky vend i madh, që do të mbështeste edhe të drejtat e krahilës së Çamërisë. Në vitin 1918, në Worcester të Massachusetts, u formua shoqëria Çamëria, në krye të së cilës u zgjodh Beqo Izzet Kushi, me bashkëpunëtor të afërt Haxhi Murat Çami, Yasin Yusufi, Vehib Demi e të tjerë. Shoqëria Çamëria u përpoq të sensibilizojë opinionin amerikan dhe atë europian për çështjen Çame, promemorje presidentit Wilson, me telegrame proteste apo me krijime të shumta letrare. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjeti streh pas arratisjes nga Shqipëria edhe emblema e shpirtit çam, Bilal Xhaferi, që nuk rreshti se shkruaj vargje brillante për krahinën e tij martire. Ndali Çapin, kopeja e uqeve, në errësirën e thinjur me flokë të bore, ndali Çapin, pranë staneve të heshtura, kopeja e hegër e pyjeve Çapi, zëdjohen të lehura, zëdjohen në gripa. Nuk duken në zjarret ku do nisin çobenët. Vetëm teti me bregun, me dalën, pa pushuar, hesht në errësirë, Çamëria, shkretëtirë. Eja të shtit, eja, me hapa fletësh që bien nga detit, eja, me hapa shiu që këputet nga fletët, eja të shtit, eja, me hapa tingush që dridhen në mbrëmje, eja, me hapa zemrash që rrahin në dhimbje, eja të shtit. Ali Pasha sought to establish a long-term kingdom for himself in Epirus. We know what happened. This collapsed. He intrigued with the Sultan in Constantinople. He was also abandoned in many ways by the French because the French had been defeated in the naval warfare. And the British were mainly interested in the progress of Greek nationalism and the possibility of the formation of an independent Greek state, which duly took place in this very soon period, very soon afterwards. So during all this time, the Albanian Cham population was undergoing life through enormous turmoil and change. And the concept of Çamëria began to disappear. This map, as I've said, was made, I think it was published anyway, I think in 1821 in Paris, but it was actually made, I think, sometime before that. And the name on it, I think, would not have appeared at the top had it been made in, say, 1840. Because by this time, British supremacy in the Eastern Adriatic was total. The Ionian Islands had been formed in protectorate as part of the British Empire. This was Corfu, Lefkas, Cephalonia, and the rest of them. And they were effectively British colonies. We know that British intelligence officers, like Woodhouse and so on, were tolerating, or possibly more than that, we don't know yet, the documents are not available, but they were certainly aware of the very serious crimes of Zervas's soldiers in Epirus, and were prepared to work with Zervas because he supported he could be used in certain objectives in trying to defeat Greek communism and the Hellas partisan army. So the British role is very complex. In the same way, in the 19th century, in the Ionian Islands, there were reasonable civic freedoms for the Albanians living in those islands.
This can be shown even today if you look at parts of northern Corfu with the surviving place names. In a way they'd not survived on the mainland in Epirus under the modern Greek government. So the way in which we talk about Chamarilla, I think, is conditioned heavily by these events. And the Greek intellectuals were able to establish a monopoly in discourse about the region. In other words, as I say, had this map been made 30, 50 years later, it would have only had one word on top, or anywhere on it, Threspotia, not Chamarilla. And this situation, I think, has continued in different ways up to the present day. We know, through the remarkable pioneering work of my friend in Istanbul University, Nurcan Ozgur Bakhlotlu, just now, more or less, what happened with Albanian migrations to Turkey in the late 19th and 20th century. I think her new book, which I would recommend in Fortunes, against the Greek communists and what they represented. Now, this is entirely understandable, but it doesn't mean at the same time that Zervas should be regarded as anything other than the criminal he was. And this is not how, on the whole, his work is seen in the majority of research and publication. There is the issue of the British role, which I've started to investigate in my publication on Woodhouse and the Charms. And there is a much wider issue of what we know that can emerge from archival research, which my colleague Miranda Vickers has been involved in. We know, for instance, from material that's emerged from the Public Records Office in London, that British diplomats were well aware of some of what was going on, but because of the nature of the Greek Civil War, they felt unable to do anything about it. Now that obviously is quite an honourable position. But there may have been other things which were going on that were less honourable, but we don't know about that. But Britain has a special role, I think, then in the resolution of this issue. The current situation with Greece, I think, is important. Greece at the moment is suffering its biggest major setback in its position in the region, possibly in the whole of the 20th century, and in the beginning now of the 21st century. Greece is not far, in some international eyes, over the financial crisis, from being regarded almost as a pariah state. Now, I'm not recommending that point of view. I think the Greek people need help, not condemnation. But there is an issue here. It has not been very widely noticed, for instance, that the problem of the name issue with Macedonia has been referred to now to the International Court at The Hague for resolution, something which Greece had never previously agreed with or been allowed to happen. The Charms, I think, now have a historic opportunity, a window of opportunity, to bring the Chamarilla issue to the forefront in a new way, because the hegemony and the dominance of Greek discourse, political, academic, historical, I think now has weakened considerably. And Greece has many, many critics in the international community. And there will be an audience, I think, for a re-evaluation of many of these events. I think it's particularly important in that sense that this conference is being held, because one of the things that, to my way of thinking, most needs doing is the publication of up-to-date, professionally produced research material. And it's very encouraging to see the research proposals which are being put forward. And it's also encouraging, I think, to see the interest in the young people, that this is not now a campaign merely of the older generation who endured the sufferings they did. And I think the last comment I'd like to make is that in terms of changing the discourse, as I say, of this construction of geographic space against historic time, one of the biggest things is a question of audience.
I would not wish to be critical of the CHARM leadership in Tirana. We have a distinguished representative here. But I think sometimes the CHARMs have often appeared to be talking to other Albanians only, rather than the, many people who live nearby or are interested, and above all, people in Britain, because of the special British role in some of the original events. And I think there needs to be now a new initiative, both in academic discourse, but particularly in political discourse and organisation, to turn outward, to tell people who we have not reached before about the injustices of the past, and to put forward a way to resolve them in a progressive and democratic direction. Thank you. Thank you, Professor Pettifer. We will continue the discussion on the Chamria issue and the many topics that were covered by Professor James Pettifer here. In the meantime, I would like to bring forward Mr. Tahir Muedini, currently honorary president of the Party for Justice, Unity and Integration in Albania. He will briefly speak in Albanian, and I will gladly summarize his speech in English as well, if you'd like. So please welcome Mr. Muedini. Thank you. S'ka nevojë fare për të kthyer. Jamesi ma di mendimin, kështu që vëllet letën. Të dashur miq, të dashur bashkëpatriot, të gjithë jemi së bashku këtu, jemi kontribus për zgjidhjen e çështjes çame. Dhe është për kënaqësi për mua që marr pjesë në këtë eveniment kaq të rëndësishëm dhe historik që më bëni ju këtu. Përdesja u mbledhin këtu, për të diskutuar në lidhje për këtë çështje, do me thënë se ka zgjidhje. Ju që jeni këtu, nuk jeni të gjithë çam. Ju jeni dhe dashamirës të zgjidhjes së çështjes çame. Çamët janë shkullur me forcë nga vatrat anëtare, ashtu si pemet e rënda nga një breg lumi kur ai del jashtë shtatit të vet. Sepse çamët besojnë edhe tek e pamundura. Ju jeni studiues gjakftot, që nuk keni emocione dhe interesa në lojë në lidhje me këtë çështje. Dhe ndërsa ju thoni se ka zgjidhje, ne ju besojmë ju dhe na shtohet shpresa. Pse? Ju e dini dhe njihni rastet e ngjashme të spastrimeve etnike, të gjenocideve në pika të ndryshme të globit. Ju e njihni kuadrin ligjor ndërkombëtar. Rastet e shumta të trajtuara në institucionet juridike ndërkombëtare. Ju e njihni shumë mirë historinë e vërtetë të gjenocidit të popullsisë çame në Greqi. Ju nuk jeni viktim e fushatave manipuluese të shtetit që i përzuri çamët, që e zgjësoi sipas një plani gjenocidial me disa valë të ndryshme për gjatë shekullit 20. Është provuar shpesh në Ballkan, se e drejta ka kaluar shpesh në krah të shkelësit të saj, sepse shkelësit kanë patur propagandën me vete. Kështu ka ndodhur me serbët, me grekët, të cilët investojnë shumë në propagandë. Shteti ynë që duhet të na merrte në mbrojtje, Shqipëria komuniste s'kishte as fuqi, as dëshirë që të mbronte dhe të përhapte të vërtetën tonë. Ju të nderuar studiues e keni kuptuar të vërtetën e popullit tonë. Është një popull që u përzu me forcë, që u vra, që u dhunua vetëm si takonte një feje dhe një kombi tjetër. U përzu sepse ishte shprehje e një klase të pasur, që kontrollonte veriun e Greqisë, ishte nevojshme që të përzihej, sepse kështu merri pronësia dhe mitet antike të Dodonës, mbi këngët, mbi muzikën e mrekullueshme çame, që është themeli i identitetit tonë si popull çam.
Unë doja të thoja me gjithë atë diçka. Ne si popull na duan shumë ajo që ju përboni. Ne deri tani kemi ecur vetëm me emocione, me amanete, por pa ditur se ç'duhet të bëjmë. Ju po na jepni busullën në dorë. Ama drejt zgjedhjeve duhet të shkojmë vetë. Nuk ka zgjidhje juridike pa angazhim politik. Ne besojmë se po vinë kohë më të mira që Shqipëria ta riparaqes këtë çështje sërish në kontakte diplomatike me fqinjët tonë. Ky fqinj që sot po dobësohet ndërkombëtarisht nuk mund vetëm të kërkojë ndaj nesh regjistrime të drejta imagjinare për minoritetet të krijuar me zorë në vendin tonë, kur nuk pranon asgjë për ne, dikush shtetas grek. Shqipëria nuk mund thot thjesht që ekziston traktati i miqësisë dhe bashkëpunimit reciprok dhe nenit 15 të tij. Ai nen duhet zbatuar. Ai nen duhet të shoqërohet me një ligj ad hoc në Greqi, që zbatohet vënia në vend e së drejtës së çamëve në Greqi. Nevojitet një trajtim ligjor i këtij problemi, sepse nuk ka mundësi që të kemi trajtime individuale të rasteve të dhunës, grabitjes, vrasjeve të çamëve në Greqi. Ne presim që Greqia të kërkojë një lloj ndjese për atë që ka bërë. Ne presim që në këtë zgjidhje graduale pajtuese për çështjen çame. Pra, një ligj që parashikojë afate për kompensime, riandësime të atyre që dëshirojnë, madje dhe në përputhje me ligjet greke të riandësimit të migrantëve politik që u miratuan në vitet 70-80. Sot ne kemi instrumenta në dorë për të patur sukses në kërkesat tona. Ne kemi një parti politike. Ne kemi një shoqat rreth 20 vjet të krijuar. Ne kushtojmë qeverisjen në vend, ne kemi krijuar shpresë tek popullsia jonë. Ne kemi treguar të gjithë popullit shqiptar të rinjve se plaga e popullsisë çame kullon ende gjak. Ndaj, ne besojmë se do të ketë zgjidhje problemi çam. Na duhet ndihma juaj. Dhe besojmë shumë në ditërurit tuaja. Nuk mund mbetet pas zgjidhje me këto ligje ndërkombëtare një problem si yni. E drejta vonon, por nuk mënon, thot populli shqiptar. Të dashur vëllezër, unë personalisht dhe gjithë ne që jemi në Shqipëri, kemi fat që kemi ju këtu, si çam dhe jo çam. Dhe kjo nismë që keni marrë është një nga nisma shumë mira, por duhet bërë më shumë. Ju keni një fat që jeni këtu dhe i bën edhe shtetin amerikan, që një shtet ku liria dhe drejtat e njeriut zbatohen më së miri se në gjithë vendet e botës. Kështu që ndihma juaj dhe kontributi juaj është i domosdoshëm. Ne me të vërtet kemi lobuar Parlamenti Evropian, Këshilli i Evropës, Departament Shtetit Amerikan, me kongresmen, me senator, me të gjithë. Por mendoj që ju jeni këtu afër, dhe me qenë afër, juve duhet të shtroni rrugën e vet, ta kemi rrugën më të vetë. Po kjo punë do angazhim, vështirësi ka, por si shtam, ne nuk mund ta mohojmë veten tonë pa ato ndodhira dhe gjenocid që ka ndodhur. Ne do të kemi parasysh një gjë që gjithë kërkesat që ne kemi bërë dhe takimet me ndërkombëtarët, ne nuk jemi thjesht për pronat, që ta keni mendje mbledhur. Ne edhe kërkojmë që të hedhim shtetin grek në gjyqin ndërkombëtar pa gjenocid, pa ato njerëz pa fajshëm, fëmijë, gra, pleq. Ky është qëllimi jonë. Ne çamët nuk dorëzoni, dhe nuk kemi dorëzuar. Ju pa kohë mund keni këtu, disa kanë shumë kohë, prap keni ngritur shtëpitë dhe vatet tuaja. Prandaj edhe një herë kërkoj ju të gjithëve, si ky seminar që bët, është mirë që të jenë historian tuaj, amerikan, ne t'i angazhojmë, siç është rasti i James Pitiferit, i cili po kontribon
me gjithë Miranda Vickers, janë dy studiu shumë mirë, por unë tash dua t'ja përkthej ky djali anglisht, Jamesfit, ja kam bërë një kërkesë disa herë, po ja bëj edhe prapë këtu. Për gjithë këtë padrejtësi gati një shekullore, që ka popullsia çame, shteti anglez ka dhe ai përgjegjësitë e veta. Kështu që i kërkoj prapë Jamesit dhe Mirandës në arshivrat angleze të punojnë sa më shumë, për të nxjerrë materiale sa më shumë, që të dalë e vërteta mbi këtë gjenocid dhe ai spekullim që ka bërë shteti grek duke pasur dhe në krah sistemin e diktaturës në Shqipëri, që kanë qenë bashkëpunëtor fashizmit, ajo as ka ekzistuar dhe as ekziston. Ne ja kemi nxjerrë maskët shtetit grek, si në Parlamentin Evropian, si në Këshillin e Evropës, si Departamenti i Shtetit Amerikan, si Kongresi Amerikan, por nuk bëhet kjo punë një herë në vite ku i thonë. Kjo punë do mënyrë institucionale, do argumenta, do dokumenta, që neve këtë shtet spekulativ, si që është Greqia, të ndërhyjnë të kombëtarët dhe ta ndërgjegjësojnë, siç kërkojmë neve, nëpërmjet mjeteve demokratike, që kjo punë të zgjidhet sa më parë. Ju falenderoj gjithëve dhe ju uroj shëndet edhe sa më shumë punojmë për zgjidhjen dhe amanetin e parëve tonë. Falenderoj. Gjithashtu, falni se lash pa përmendur, dua të falenderoj për pjesëmarrjen e tij kryetarin e Vatrës Gjon Buçaj, me gjithë kryesinë e tij, të cilat kanë qenë gjithmonë krah shoqatës Shamria, do të jenë dhe kontributi i tyre është i domosdoshëm për ne. Ju falenderoj gjithëve. Jemi në simpoziumin për Qamërinë këtu në King University të Union të New Jersey-t. Pra nesh kemi kryetarin e partisë për drejtësi, integrim dhe unitet të Qamëve, zotin Tahir Muedini. Zoti Muedini, mirëserdhët. Mirëserdhje. Vetëm do korrigjojm pak, presidenti i partisë për drejtësi, integrim dhe unitet, presidentit. Partia e Qamëve që i thojmë ne. Partia e Qamëve. Kjo është parti kombëtare në fakt. Partia për drejtësi, integrim dhe unitet ka çështjen kombëtare dhe në themel saj ka zgjidhjen e një problemi madhor, e cila ka gati një shekull, që janë mohuar lidhjet e njerëzit, siç është çështja Çame. Neve si popull Çam jemi ndjerë shumë të emocionuar, shumë gëzuar me pavarësinë e vëllezërve tanë që fitoi Kosova. Tash i mbetet kombit shqiptar të kontribuojë të gjithë së bashku për ta zgjidhur dhe këtë ngërsh të madh që kemi me popullsinë shqiptare Çame. Si e konsideroni Qamërinë? Si Qamëri e okupuar apo si Qamë të përjashtuar nga trojtë e veta? Unë atë parë, si e kuptoj unë personalisht në atë parë them që Europa, që kur e ndau Qamërinë që ja dha pa administrim shtetit grek, ka bërë gabim shumë të madh, në ndivim. Dhe po të flas se si e ka trajtuar shteti grek popullsinë shqiptare Çame, duhet një kohë shumë e gjatë. Ai sa e mori në administrim, ai mblodhi gjithë intelektualet më të mirë të Qamërisë në paramësi dhe i vrau të gjithë intelektualet më të mirë të krajinës Qamërisë. Kështu që pa e marrë ala filloi gjenocidin. Dhe mos them asaj me 18-ën, mos them që bënte të gjithë krijonte mundësitë që kjo popullsi të qunte turqët, i çonte gjithë Çamët, i çonte në Turqi, në një kohë që Çamët ishin gjithë shqiptar. Kështu që spekullimet e shtetit grek, deri ke reformat e rënda që mori për ta dobësuar ekonomikisht këtë popullsi, dhe siç e dini ju, mas 30 vitesh, në vitet 27 qershor 44-s, ajo krijuat gjenocid, ka shi një popullsi të pafajshme, kur themi të pafajshme, duke vrarë fëmijë, pleq, jo duke vrarë, por duke masakruar në atë farë feje si në kohën e Venedikut. Dhe keqja më e madhe është që kjo popullsi që erdhi në vendin e tij në Shqipëri, te vëllezërit e vet, politika shqiptare në vend që ta ndikonte pozitivisht për ta ndihmuar këtë popull, ajo e denigroi akoma keq. Dhe kjo popullsi në Shqipëri u bë kontingjent i internimeve dhe burgjeve gjithkohon e sistemit diktaturës deri në vitin 92. Hapja dhe ndryshimi që ndodhi në Shqipëri me sistemin demokratik, kjo popullsi
tregon atë fisnikë që ka, këtë patriotizëm që ka për Shqipërinë. Ju e dini shumë mirë që para ca ditësh mori censusi për regjistrimin e policisë shqiptare, dhe ky census ishte që partia greke e Evangelidules donte spekulonte që të krijonte një minoritet të paqen, të rrisë në numër. Këtë gjë, kjo popullsi shqiptare çame, siç u thash që ka qenë fisnike, patriotike, duke qenë në diktatatin e shtetit grek rreth 30 sa vjet, kjo nuk dyshoi as fen dhe as kombësinë. Kjo pra është që them që kjo popullsi kaq fisnike, kaq patriotike, kaq shumë sakrifikoi për Shqipërinë, sistemi i diktaturës këtë popullsi e denigroi. Siç u thash, ka qenë kontingjent i burgjeve shqiptare dhe internimeve në Shqipëri. Pa i politizuar është sistemi tjetër dhe ne po flasim direkt për Çamrinë. Sa është duke u bërë për Çamrinë tani? Pa diskutim, ju ja them haptas, nuk është bërë asgjë nga politika shqiptare dhe nga shteti shqiptar. Unë e kam thënë dhe them, dhe kam thënë dhe Zyrët Amerikës dhe kudo, shteti shqiptar duhet marrë nismën që të japi zgjidhje këtij problemi me shtetin grek. Ne kemi qenë gjithmonë për ulur për kaq shteti grek, çfarë problemesh dhe çfarë nevojesh ka pas shteti grek. Për shembull, shteti grek në Shqipëri ka bërë vareza imagjinare për ushtar grek. Në një kohë që ushtarët grek kanë ardhur si okupatorë në Shqipëri. Kjo është e pafalshme. Kurse popullsia shqiptare ka varet e baballarëve, familjeve të veta në Çamri dhe nuk guxon dot që të shkojë për të vendosur një tuflule. Ju besoj do të keni parë nëpërmjet mediave që popullsia shqiptare çame në mënyrë demokratike, sipas standardeve, shkon çdo vit në qafbot, për arsye se nuk ka mundësi të shkojë ke varet e parëve tyre për të vendosur një tuflule në mënyrë më korekte, më dinjitoze. Dhe kjo është ajo që them që dhe sot ne që jemi këtu, dhe ky simpozim që bëhet për ta detyruar shtetin grek që këtë gabim historik që ka ndodhur ta korrigjojmë. Ju keni pasur një eksperiencë personale kur keni shkuar në Paramithin, nëse nuk gabojmë, edhe a mund na flisni në pika të shkurtra rreth asaj eksperience vërtet interesante, se si u fut ju dhe çka gjet tek shtëpia e prindërve tuaj e gjyshit tënd? Unë për herë të parë në Çamri kam shkuar në vitin 2007. Kam shkuar me bashkëshorten me dy miqtë e mi. Mund t'ju them që ke emocionet pa diskutueshme. Kisha emocione që për herë të parë pash origjinën time, pash shtëpinë e prindërve të mi. Ajo shtëpi shekullore, shtëpi shumë e vjetër, e ndërtuar. Mi po, të jemi sinqert, shteti grek është një shtet shovinist, i cili për ditë ndjell dhe nxjerr vrerë si për shqiptarët, si për popullin çam. Dhe vjen mirë që populli shqiptar ka kuptuar se ç'është shteti grek. Unë personalisht kam shkuar disa herë, tash kam pak kohë që s'kam shkuar. Ndihem shumë keq. Qëllimi im është që të shkoj atje që të takojmë një komshi që kam pas baballarët e mi. Për të pyetur për prindërit, për gjyshin, për të gjithë. Kjo ka ndodhur fakt me ndonjë burr të vjetër, por në mënyrë më të fshehtë ka shpreh konsiderata dhe respektin për familjen, për gjyshin. Gjyshi im ka qenë kryetari i Këshillit të Paramthis, Salio Fuzi, dhe gjenocidi aty filloi në shtëpinë time. Pabesia greke aty filloi ke shtëpia ime, ku ato erdhën si për ta uruar gjyshin tim, me që ishte martuar xhaja im kishte një javë. Dhe siç e kanë zakon traditë shqiptare që ku vjen miku e pret me gjithë mirat, në kohën që mbaron punë nga kjo vizitë, gjyshi im shef një andart grek që një po ngacmo dhe një plak, i flet mos e ngacmo. E goditën me gjithë dy xhallat e mi, i morën dhe i masakruan. Edhe unë nuk do ta shpreh se çfarë ka ndodhur me këta.
Siç ka ndodhur me këto të mitë, ka ndodhur me gjithë çamët kudo që kanë qenë. Masakrat janë nga më të ndryshmet dhe të gjithë e kanë bërë shumë keq, duke mos pas asnjë arsye as diçka, vetëm se ishin fesë muslimane dhe ishin shqiptar, këto u denigruan në këtë dhe u masakruan dhe u bë genocid. Ne sot kemi çam ortodoks atje që jetojnë. Ato patën fatin që ishin ortodoks dhe nuk i lëvizën, po siç e tha dhe zoti Bollati këtu, aty ka qenë një çam ortodoks Spiro Çalluka, i cili e detyroi thoshte që thuaj që jam grek, dhe i thoshte jam shqiptar, dhe të roqën zvar dhe sa vdiq në pazarin e Paramësisë. Kështu që nuk dua të mendesh me gjithë këtë tragjedi kaq madhe, se është shumë kohë gjatë për të thënë, po dua të them të që është sot momenti që politika shqiptare dhe shteti shqiptar të tregohet me dinjitet, t'i dali për zot popullsisë vet. Kjo popullsi shqiptare duhet të ketë një zot dhe ky zot është shteti shqiptar. Unë kam bërë disa herë thirrje edhe dy grupimeve të mëdha që janë PD-s dhe PS-s, që kur vjen puna për çështjen e çame, të jenë të dy bashkë, të kontribojnë, se çështja e çame nuk ka nevojë të ketë të ndarë të majtë të djathtë, i do gjithë çamët bashkë, se shtëpitë siç e do të djathtë do dhe majti. Por deri më sot nuk është marrë shumë konsiderat. Mund të them që ka lëviz pak këto kohët e fundit, por duhet të jemi të drejtë për drejtë, të hapur. Unë e kam deklaruar dhe deklaroj që ka ardhur koha që shteti shqiptar t'i dalin për zot 10% popullsisë shqiptare çame që është sot në Shqipëri, që të zgjidhet ky problem kaq madhor. Ma konkretisht, kur shkuat në shtëpinë tuaj në Paramethi, kush ishte atu? A ekzistonte akoma ajo shtëpi apo ishte e shkatruar? Ju patët pak edhe pengesa nga policia në fillim kur shkuat. Si pak më në detaje, lutem. Nuk desha të fol se mos e kaloj personale këtë problem të Kainës Shamris, po shtëpia ime atje para vetë mi është një shtëpi e madhe, 3 kaçe, me 30 sa dhoma. A jeton diku? Aty jeton një 9 familje. Çfarë ishin ata? Ata janë gjithë grek. Aty jeton dhe një prift i Paramësisë, dikur ka jetuar dhe një deputet i Paramësisë aty. Shtëpia ka është në qendër pazarit. Unë me thonë drejtën, ndoshta është gabim, po kur shkoj atje kjo shumë emocione dhe që kënaqem, marr një grush dhe bëj fotografi ke shtëpia dhe ikë. Ky ka qenë gjithmonë rituali im që kam shkuar në Çamri. Kam pa gjithë Kainën e Shamris, kam filmuar gjithë anë, por ke shtëpia ime kaq ka qenë. A thu se s'kam bërë fotografi para herës që isha, por gjithmonë sa që shkoj bëj fotografi, edhe kjo është e kënaqësia që ndjej. Por këto familjarë që janë aty, si duket, e kanë si urdhën nga Sfelia greke, që ta dini ju, shteti grek sot është një shtet që në Kainën e Paramësisë ushtron një regjim, një mohim të drejtave të njeriut. Ndoshta ka dikush dëshirë të flasi të takoj, ai ka frikë të flasi. Në kohën e diktaturës, në kohën e Enver Hoxhës, neve po të na pyesnin një huj ku ka shtëpinë filani, i kishim me vrap. Kjo ndodh sot në Çamri, dhe është për ta keq, dhe kam thënë dhe e them, e kam denoncuar dhe nuk kam marrë dhe kombëtesë në Parlamentin Evropian, që një shtet që bën pjesë në Këshillin e Evropës, që bën pjesë në Parlamentin Evropian, dhe ne nuk bëjmë pjesë në Parlamentin Evropian, ne nuk jemi pjesë e BE-s, ai nuk zbaton as minimumit të lirive dhe drejtave njerëzit. Ky është spekullimi që ka bërë shteti grek, dhe ju nuk e dini ndoshta po ja them, sot që ka 7 vjet që kemi hikë neve nga sot gjithë Kainën e Çamrisë, to popullsi çame ortodokse, të gjithë flasin shqip. S'ka shkolla shqipe asgjë. Dhe edhe paradoksi më i madh është që shteti grek kërkon i marrën, kërkon dhe tjera, por me spekullimet e veta që bën dhe me atë anë ekonomike për ta shfrytzuar që kishte populli shqiptar, duke ndodhur këto pensionet që erdhi deri në Vanëdejës kjo punë, që ishte për ta keq. Po nga njeriu s'do ta bëj këtë që ka ndodhur, po ka njerëz që për nevojë ekonomike dhe kanë pranuar këtë pension. E kam thënë dhe e them dhe në fushate kudo që ne jemi krenar, që jemi çam. Ne jemi krenar, jemi fisnik, jemi patriot dhe duhet të jemi modeli më i mirë për gjithë popullin shqiptar.
Përdesa neve kemi qenë 30 vjet në regjimin e shtetit grek, nga 13 deri në 44. Dhe nuk na gjunjëzuan me vrasjet, me gjenocidin, me gjitha, nga 13 deri në 44 në 45. Ne nuk ndryshojmë as fen, as komsin. Kjo është dinjiteti që ka policia shqiptare çame. Kurse sot është për ta keq, për një vizë për diçka, ndryshon dhe komsin dhe diçka tjetër. To që ka ndodhur. Ju keni qenë në politikën shqiptare, keni qenë edhe deputeti parlamentit shqiptar, jeni aktiv në politikën shqiptare, po sidomos në çështjen çame ju dhe zoti Shpëtim Idrizi ju jeni më aktiv, me që jeni me prejardhën nga Çamëria. Më thuaj, çka keni bërë diçka më konkrete për kthimin e shqiptarëve në trojet e veta? A është dërguar ndonjë akt akuz në gjykatën e Strasburgut apo dikun tjetër, diçka ndonjë hap më konkret? Pa diskutim. Jo për të korrigjuar, por për ta sqaruar dhe për ta bërë sa më realist bisedën. Deputeti Shpëtim Idrizi është çam. Është i parë deputet në Parlamentin Shqiptar që në 2005, i cili ka ngritë zërin, duke qenë dhe ke Partia Socialiste, ka ngritë zërin në Parlamentin Shqiptar. Sot është ai deputeti i Partisë për Drejtësi dhe Minoritet dhe është antar i delegacionit në Këshillin e Evropës, i cili mund themi që zoti Idrizi me qëndrimin dhe që ka mbajtur për çështjen çame duhet të jetë modeli më i mirë për gjithë deputetët e Parlamentit Shqiptar dhe duhet ta përkrajnë zotin Idrizi, se Çamëria nuk është e Idrizit. Krajina e Çamërisë është e gjithë shqiptarëve, është çështje kombëtare. Neve, siç e thash, të gjithë u gëzuam dhe partia jon bëri atë manifestim të madhështor që bëri, se bëri as PD, as PS, por bëri partia jon, partia çame, kur mori pavarësinë Kosova. Se neve kemi një hall përbashkë me vëllezërit tanë kosovar. Kështu që, siç e thash, ka koha që zoti Idrizi duhet ta përkrajnë gjithë deputetët e parlamentit, si të majtë, si të djathtë, që të merret sa më shpejt kërkesa e Idrizit, i cili ka kërkuar që të hyjë rezoluta çame të aprovohet, siç e dini ju, partia jonë është krijuar në 2004, dhe vetëm thjesht që nuk ka aprovuar rezoluta, se ne kishim shpresë se do ta zgjidhte PD-ja dhe PS-ja problemin tonë. Po është shprehje popullit shqiptar që thotë gomaj nga baltë e nxjerrë Zoti, dhe neve si pjesë e policisë shqiptare çame, me gjithë atë ekonomitë shumë të dobët që kemi pas sistemin e turës, po fatmirësisht që ne jemi punëtorë të gjithë dhe e rigjetën veten, dhe atë ekonomi të pak që kemi e vëmë në zbatim të çështjes çame. Për sa i përket, siç u thash, ne kërkojmë ta hedhim shtetin grek në gjyq ndërkombëtar për këtë gjenocid që kanë vepruar kashë popullsisë pa fajshme shqiptare çame. Në Strasburg kemi shkuar që në vitin 2006. Strasburgu nuk merret me gjyqjet që nuk kanë ndodhur në shtetin ku e ke problemin, siç e kemi në Greqi, kështu që nuk pranon asnjë lloj gjyqje të hapi Strasburgu. Kemi shkuar në Hag. Kemi marrë një zyrë avokatie nga më të rëndësishmet. Në vitin 2007 kanë ardhur zyrë avokatisë në Shqipëri, por Haga nuk papavepron, se Haga gjykata e Hagës është krijuar në vitin 1949. Dhe problemi jonë është 44 e poshtë, kështu që nuk papavepron gjykata e Hagës. Neve kemi shkuar, kemi çu dosjen ke Komisioneri i Këshillit të Evropës, siç u thash, ke suedezi Thomas Hammarberg, i cili është me të vërtet njëri në vendin e dur, i cili e ka ankimimin ton e ka ankimuar ke shteti grek, po nuk mbetet vetëm kaq që të ankimohet ndërkombëtarët, po duhet shteti jon shqiptar të jetë zëri i parë dhe ta përkrajnë ndërkombëtarët. Në qoftë se shteti shqiptar nuk e ngre zërin dhe politika shqiptare mos jetë një politikë që ta themi hapur mundohen si ta kenë sa më mirë me grekun, po të jetë një politikë që të shërbejë fqinjësisë mirë. Fqinji mirë nuk mund bëhet duke bërë një vesh shurë dhe një syqor.
Qoftë se shteti grek kërkon, atëherë ti do kërkosh problemet më të kardinale që ka popullsia jote. Në qoftë se shteti grek bën varë imagjinare që s'ka si ushtar grek, popullsia shqiptare Çami ka varët e të parëve atje dhe nuk ka mundësi të vijë një lule. Në qoftë se shteti shqiptar i jep shtetësi të dytë minoritetit grek, popullsia shqiptare Çami ka pas shtetësi greke dhe shëq në kolektive pa pyet asnjë duke shkilt hap tas konventet kombëtare. Në qoftë se shteti shqiptar i jep prona minoritarëve në Shqipëri, Çami kërkojnë pronat e veta, jo pronat e pronarëve shqiptarë që ja marrin dhe japin minoritarëve. Kështu që ka koha që ne kemi kuptuar dhe kemi shumë qartë që do të punojmë fort, do të lobojmë fort, siç është ky moment të sot. Këto shqiptarë Çam kudo që janë këtu në Amerikë, mos flinë gjuhë, po duhet ngrenë zërin përpara kongresmenëve që kanë zonën. Çdo kongresmen që ka një zonë caktuar, Çamo duhet ngrenë dhe do t'i paraqesin mohimin e lirive dhe drejtave njerëzit, që të gjithë kuptojnë se çfarë kanë ndosur popullsia. Në takimet që kanë bërë në Kongresin Amerikan, më kanë pyet, a ka Çam në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ka. Po pse ne kur shkojmë për fushat, për takime, pse nuk e ngrenë zërin ato që kemi këtë problem? Kështu që prandaj bëhet edhe thënia tepër, bëhet edhe këtu, që Çamët do të jenë më aktiv këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se është fat në atë parë që ne ka dhënë Zoti një mik të madh, po është një shtet që zbaton liritë dhe drejtat e njerëzit si as i shtet vend tjetër. Qofse këtu unë kam Ermin Tahir dhe po sot e kam Ermin Tahir, në Greqi do ta ndryshojmë që lloj punë. Sot tek kësaj dite dhe Greqia është pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që duhet shumë punë, do një sensibilizim, një lobim mjaft i madh që neve të arrijmë përfundimin e zgjidhjes së çështjes Çame. Zgjidhja e çështjes Çame është thjesht një dëshirë, me sa po duket. Po një koncept më konkret diçka, a mendoni që Çamëria të jetë e çliruar, a mendoni që Çamëria të jetë e bashkuar me Shqipërinë, apo mendoni që popullata Çame e shpërngulur nga Çamëria e okupuar të kthehet në Çamëri dhe të fitojë drejtat e veta dhe të jetojnë nën shtetin grek? Cili është vizioni i partisë suaj? Vizioni i partisë tonë është ky. Që çdo Çam që ka dëshirë të riadhesohet në shtëpitë dhe vatrat e veta. Çdo Çami duhet të rikthehet shtetësia greke. Çdo Çami duhet të jetë i lirë të shkojë në shtëpitë dhe vatrat e tyre. A shkon apo nuk shkon, është në dorë të atit qytetari që don apo nuk don. Por rëndësi ka që këto të kthehen. Dhe neve, siç e thash, kërkojmë radh parë që ky shtet grek ta korrigjojë këtë gabim që ka ndodhur para 67 vjetësh. Dhe korrigjimi i gabimit është minimalisht një falje publike. Do të hiqet ligji i luftës. Pa diskutim ligji i luftës, por të bëj një falje publike, se deri tash ka spekulluar dhe ky shtet është për të arkeq që thash, kriminalet e gjenocidit ka shqipullësi shqiptare Çame sot janë heronjt e Greqisë, siç është Napoleon Zerva. Kështu që nuk është ndjenjë e shtetit grek, që është një shtet evropian. Kriminali dënohet gjithë botën. Unë po që është kriminal, jo të Çam, le të them çadem, dhe amerikan të jem, do dënohem, do marr dënimin e dur. Kriminali dënohet gjithë botën. Ne këtu flasim për njerëz pa fajshëm. Ne këtu flasim jo njerëz që kanë luftuar. Se edhe në luftë njeriu fiton ai që fiton dhe humbet që humbet. Lufta ka dhe të vrarë, ka dhe gjithçka. Tu nuk themi për luftë, tu themi thjesht to qytetarë janë shtëpitë dhe vatrat e tyre. Dhe pa pas asnjë lloj pretendimi ka shtetit grek, këto duan të shkojnë në shtëpitë veta, nuk duan të ndryshojnë kufit. Nuk duan të ndryshojnë kufit. Këto duan të shkojnë në shtëpitë dhe vatrat e tyre. Kjo është kërkesa e popullsisë shqiptare Çame. Zbatojnë rregullat e ligjit të shtetit grek dhe të marrin shtëpitë dhe pronat e tyre. Kjo është gjithë dëshira që ka popullsia. Në qoftë se flasim për kufi, atëherë neve themi që kërkojmë këtë punë me mjete demokratike. Kufit dhe to nuk i ndryshojnë me mjete demokratike, ti më sinqert, kështu që ne s'kemi lidhje fare me këtë punë, ne kemi lidhje thjesht, kjo popullsi të riadhesohet, nuk ka lidhje fare me ndryshimin e kufive, kufit aty ku janë aty të rinë, të zbatojnë ligjet e shtetit grek dhe të jenë qytetar grek me kombësi shqiptare, minoritet, siç është minoritet. Ato tjetër masane, atë ndryshon kufia, atë ka bërë Europa. Vitet 13, siç hoqi Kosovën ja dha Serbisë,
si qoti Çamrin e dha Greqisë. Ajo është pjesë e Europës, nuk është pjesë e jona. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Sa për informim, në Kosovë ekziston qyteti Dardana dhe atje ndër lagjet më të mëdha është lagja e Çamërisë dhe të gjithë thonë vinë nga Çamëria. Prandaj edhe në Kosovë ka filluar e njëjta gjë. Jo, keni vizituar ndonjëherë? Unë Kosovë biles isha mas Barjamit, ditë e djeshtë Barjam. Të onë isha me disa miqtë e mi që kishin ardhur nga Turqia me familje me shumë Prizren, se Prizreni është një nga qytetet më të bukura dhe fatmirësisht atje flisin gjithë turqisht. Kështu që unë u lehtësova shumë në kuptimin për të përkthyer se gjithë Prizrenët, gjithë kosovarët flisin turqisht. Unë Kosovën e kam, të gjithë Kosovën e kam ndjekur, po mund t'ju them hapta, mjaft i mirë, një model mjaft i mirë për të qenë krenar me qenë shqiptar, kështu që Kosova atë ndjenjën patriotike, atë nacionalizëm për Shqipërinë e ka pak më theksuar se sa ne shqiptarët që jemi në Shqipëri. Dhe ka ndikuar çik pozitivisht edhe kjo parulla që është partisë tonë, që themi jemi krenar që jemi shqiptar, këtu është dhe puna dhe dashuria që ka për kombin vëllezërit tonë kosovar. Faleminderit shumë për pat me çtu diçka. Po, megjithatë ju ka një lagje, unë po ju them që ka dhe lokale Çamëria. Ka dhe emër Çamëria, Kosovë. Gjë që s'ndodh në Shqipëri, ndodh në Kosovë. Kështu që kosovarët, unë i uroj vetëm të mira dhe shqyqyr që u bë kjo rruga e kombit, që ky zëlim që ishte për vëllezërit tanë kosovar, ato për 2 orë vinë pini kafe të janë, ne për 2 orë shkojmë Prizren pimi kafe. Kështu që është gjëja më e mirë që kjo rruga e kombit ndikon shumë pozitivisht që të jemi sa më afër me vëllezërit tanë kosovar. Në shtëpi ëndër atje, një krahë të saj. Në ëndër, në hapin portët e Çamërisë, ka përcej qafën e botës dhe mardhëromën për në Çamëri. Me jësit dhe shueci, me sitë mbilur, se me një çdo gjatje, edhe trurët me njojnë, edhe gurët, edhe sërt me njojnë. Kërbët më shpijen në filat, pastaj në gumenicë, park, paramifi, prevez, margëlic, vull, arpic, luarat, spatar, spatar. Mëj Çamëri, të vdekurit e mi kërkoj, ku janë të vdekurit e mi, varet e tyre duhet i shoh, ku janë varet. Bëjt i flas të parve të mi, pata, s'mjapin gjevap, të vëvosur janë sigurët, në malli dhe në andër në frosën me ta. Kthejo mizerin të vdekurve të mi, kthejo mizerin Çamërisë o djefnit e mi. Pas 66 vitësh, në Staten Island të New Yorkut janë mbledhur shqiptaro-amerikanët, shumica prej tyre me prejardhje çame, për të përkujtuar masakrën më famkeqe të drejtuar nga generali grek Napoleon Zerva, i cili ekzekutoi me mira shqiptar çam në zonën e Filatit, Paramithis e shumë zona tjera, njëkohësisht rreth 400 gra të dhunuara dhe me 10 mira çam të ndjekur nga trojet e veta. Sot shqiptarët e Amerikës e përkujtojnë këtë datë pra 27 qershorin me dhembje, duke premtuar se në të ardhmen do të dalin të gjithë një zëri që të punojnë për kthimin e tokave të tyre. Çështja shqiptare përgjithsisht në për kohra të caktuara është në përkëmbur. Sot rikujtojmë 66 vjetorin e masakrës greke ndaj popullatës pafajshme autoktone shqiptare, hapësirat e tyre etnike në Çamëri. Kjo nuk është vetëm datë që rikujtojmë masakrën, dhunën dhe terrorin e forcave greke, por
rikujtojnë masakrin e gjitha forcave anti-shqiptare që nga Kongresi i Berlinit e deri në periudhën e sotme. Çështja Çame, sikurse shumë çështje shqiptare, është çështje pa zgjedhur. Dhe e vetmja zgjedhje real, megjithëse politika ndërkombëtare thotë se çështja Çame duhet shkojnë me hapat ngadalshëm të zgjedhjes së saj, çështja Çame kërkon angazhim, institucionalizim më të madh. Fatkeqësisht, klasa politike shqiptare në përgjithësi, të gjitha hapësirat shqiptare kudo vepron, duket se ka lënë menjon çështjen Çame. Çështja Çame është çështje që duhet na prek zgjedhur, spaku për figurat e mëdha që çameria i kombit shqiptar, duke filluar nga Marko Koçari e deri te astrologu studiosi mjeku, rektori i parë i Universitetit të Stambollit, Hoxha Hasini. Obligimi për të rikujtuar këto data na bën të jemi edhe më tepër konsekuent ndaj parimit themelor të kërkesës për zgjedhjen e çështjes Çame. Jo vetëm kthimit të dinjitetit të tyre, jo vetëm kthimit të pronave të tyre, por edhe korrigjimin e historisë, faktikisht genocidit grek ndaj popullatës shqiptare në përgjithësi. Kjo çështje nuk është aq e thjeshtë. Grekërit, gjithë shqiptarët besimit ortodoks mundohen të bëjnë grek, ndërsa gjithë shqiptarët besimit musliman mundohen të etiketojnë turq apo të ardhur. Nuk është e vërtet, sepse historikisht dihet se edhe Pirua ishte nga çameria. Çameria kërkon respekt më të madh, kërkon përkushtim më të madh, kërkon vëmendje më të madhe, kërkon zë më të fuqishëm për zgjedhjen e këtij problemi, që edhe ashtu është fatkeqësisht shumë i zbatuar. Nga erërat dhe ujërat e kaltër të Jovi, ose dirti të zogjes, si që quajnë Kshatë. I përri krahët në historisë për të rizbuluar Çame. Sot me rastin e gjatë të 6 dhjetorit të masakrës amkeqe greke një popullatën Çame, ne së bashku me çamet që jetojnë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përjetuam ca çaste dhembje, krimi, po edhe një farë forme edhe përkujtimi për atë ngjarje shumë të rëndë. Pam ato storje edhe nga dokumentari, pam edhe rrëfimet e njerëzve të dëshmitarë të gjallë që kishin përjetuar, në mesin e tyre ishin edhe në mesin tonë, domethënë ishin ata. Ndaj që çështja Çame ka filluar të hyjë në për instancat më të larta ndërkombëtare, siç është në State Departmentin Amerikan, po edhe në çështjet evropiane, në Parlamentin shqiptar. Pam që kishte 2 deputet të Çam, të cilët kishin ngritur zërin dhe çështjen Çame janë ka vënë në rend të ditës edhe në parlament edhe në çështje të tjera ndërkombëtare. Ndaj që çështja Çame ka qenë një çështje e harruar ose e mbetur anash, me qëllim ose pa qëllim, qoftë nga regjimi i Enver Hoxhës në atë kohë, po edhe nga pushtetet e tjera që kanë ardhur më vonë. Çështja Çame mendoj që doni trajtim të veçantë pas zgjidhjes së çështjes Kosovës ose rrugës së zgjidhjes së çështjes Kosovës, mendoj se çështja Çame është ajo që duhet ta përkujtojë popullin shqiptar, përkatësisht Shqipërinë e sotme. 66 vjet më vonë, pasi që kishte ndodhur masakra e tmerrshme në Çamëri, kemi gjetur një shqiptar, një Çam, në Staten Island të New Yorkut, i cili është një njeri shumë aktiv. Nuk do t'ja them emrin, ai do të na thotë vetë emrin e tij, i cili është i mbijetuar i masakrës në Çamëri. Është faleminderit juve për këtë intervistë, sepse si sot 66 vjet përpara, unë isha në moshën 7 vjeçe. Dhe atë ditë kur erdhën ata rezervistat, më vranë Zullajin 13 vjeçar. Mbas pak më morën babain 56 vjeçar, edhe i quam një shkollë edhe aty e vranë. Kur shkojnë në shtëpinë bashkë me nënën, gjejmë gjyshin që shtëpia 3 kaçe e kishin hedhur poshtë, gjyshi 82 vjeçar. Pastaj marrin nënën. U bën 5. E në xhami e vrasin nënën time 36 vjeçare. Na futën burgt pas nesër. Atje më vdik një motër e vogël 2 vjeç, më vdik dhe gjyshja 70 vjeç. Pas 6 muaj të burgut,
na hypën në sa më të vëdete, na sollën deri në Sarandë. Nga Saranda në Vlorë në këmbë. Motra 10 vjeçare bashkë me vllajin 5 vjeçar ishin në një kalë. Tezja ime me një djalë të vogël tek mush ishin në një kalë tjetër, unë me dajën në këmbë. Natën flenim poshtë urës. Poshtë urës në i marë, kërkonte Faruku 5 vjeçar ai, kërkonte Teto. Kur dolëm në pas nesmen në Dukat, atje na hypën partizani në Akim, na çuan në Vlorë. Në Vlorë për ai u bë 5 vjeç Faruku. Unë me Qerimen 10 vjeçare shpëtuam. Pastaj në shtëpinë e fëmisë, patëm kujdes në shtëpinë e fëmisë, shkova në shkollë, në gjimnaz. Nga gjimnazi pastaj, si student mirë më quan në Qeki, mbarova inxhinier, profesor në universitet, pastaj filloi qarkullimin, ai për edukimin na çoshin në kuadrat për të edukuar në klasë punëtore. Dhe në 90 në shtëpinë time krijuam shoqërinë Çamëria. Vetëm atëherë u pa e mundur, domethënë kur u zhdu komunizmi, që të krijojmë një shoqat për drejtat tona. Ne s'kërkojmë asnjë gjë, ne kërkojmë nderin e atyre që kemi lënë pavarë. Kërkojmë të drejtën tonë si çdo qytetar i ndershëm, si çdo qytetar i lirë në botë, të drejtën e pronës. Kërkojmë të drejtën tonë se unë kam lindur shtetas grek, shqiptar shtetas grek. E kam dhe certifikat në lindjes. Atëherë pse s'më lejojnë mua që të shkoj atje? Po tash që kam marrë shtetësinë amerikane, faleminderit Amerikës, faleminderit Zotit për Amerikën. Unë kam shumë dëshirë bashkë me gruan time. Ajo ishte 6 muajshe kur. Edhe ajo ka lindur në Paramithit të Çamërisë. Dhe duam të shkoj për herë të parë atje të shikojmë ato. Mua më quajnë Sali Ibrahim Bollati. Kam lindur me një korrik të 1937 në Paramithi të Çamërisë shqiptare. Dhe në dhjetor të 44-s, mbasi vranë gjithë e familjen, bashkë me të tjerë, na sot. Në shtëpia ëndër atje, në krahë të saj. Në ëndër, në hapin portët e Çamërisë, ka përcej qafën e botës dhe maldhromën për në Çamëri. Me lësit dhe shtueci, me si të mbilur, se me një çdo gjatje, edhe trurët me njojnë, edhe gurët, edhe sërt me njojnë. Kërbët më shpien në filat, pastaj në Gumenic, Park, Paramithi, Prevez, Margëllic, Vull, Arpic, Linarat, Spartar, Spartar. Moj Çamëri, të vdekurit e mi kërkoj, ku janë të vdekurit e mi, varet e tyre duhet t'i shoh, ku janë varet, bëjt i flas të parve të mi, pata, s'mjapin gjevap, të vëvosur janë sigurët, në madhë dhe në andër me frosën me ta. Kthejo mizerin të vdekurve të mi. Kthejo mizerin Çamërisë o djelfënit e mi.